A ka rrugë të posaçme për me qenë edhe ne të mëshirshëm? Po, i dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: Irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sama. Mëshironi krijesat në tokë, që mëshirojë Zoti në qiell. Ar-rahimune yerhamuhumur rahmanu. Të mëshirshmit i mëshiron Rahmani, mëshiruesi. Pra, mëshira e parë për të arritur në këtë dunja, i nderuar i vëlla, është lidhja ite me krijesat tuaja në këtë dunja, duke filluar prej antarëve të afërm të familjes. Pra, për ta fituar mëshirën e Allahut, është një punë e lehtë, të tregohesh i mëshirshëm me njerëzit, e Zoti ta lëshojë mëshirën në zemrën tënde. A është tepër e rëndësishme për ti mëshira? Po, atëherë tregohu edhe ti mëshirshëm, edhe ndaj mëkatarëve tregohu në të njëjtën mënyrë. A nuk dim shumë njerëz të nderuar besimtarë të cilët mezi presin një gabim nga dikush i afërmi, prisi dhe kështu me radhë, që më njëherë ta përhapje tek të tjerët? A është kjo mëshirë? Jo, vallahi. A nuk ka thënë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam: Men setera ala muslimin, seterahu Allahu alaihi fit dunja wal akhirah. E përkthimi i këtij hadisi është: kush ja mbulon një mëkat, një tëmet vllaut të vet, Allahu i mëdhruar do t'ja mbuloje shumë tëmeta atij robi të mëshirshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Mshefën një mëkat, një gabim, një mangësi që e ka një besimtar, Allahu xhaleshanuhu ta mshef shumë mëkate dhe gabime në këtë dhe në botën tjetër. Pra të tregohemi të mëshirshëm dhe tjerëve, që ta fitojmë mëshirën e madhe të Zotit xhaleshanuhu.